ton fillon që nga ferma. Cilësi në produktet e Bulmetit vjen gjithmonë nga një lëndë e parë cilësore. Pjesa më e madhe e qumshit që nilet nga fermat e Shqipërisë brenda ditës, brenda 24 orëve gjendet në pjesën më të madhe të supermarketeve në Shqipëri. Do shumë shpejt, do çdo ditë javës, çdo ditë vitit. Janë ca parametra sigurie dhe parametra cilësie. Parametrat e sigurisë janë ose e merr ose nuk e merr. Parametrat e cilësisë vlerësojnë çmimin e qumshit. Kemi një industri goxha të zhvilluar, me investime shumë të mira, me njerëz shumë të trajnuar. Ne nuk kemi nga ata biznese që vuajnë për njerëz sot. Sot flitet për AI, sot flitet për data, për digitalizim. Ne kemi kaluar një farë procesi që quhet digital transformation, transformimi digital. Sot kemi çdo fazë të rrjedhjes punës, të asaj rrugës qumshit e kemi digitale. Për mua ka qenë në thelb gjëja më sfiduese, të rritem bashkë me biznesin. Kemi një shans realisht të të hapur një derë për eksportet në Europë.